Himar avion të mbetet e preferuara nga turistët e huaj edhe përgjatë pranverës. Megjithëse temperaturat nuk kanë qenë shumë favorshme dhe plazhi ende nuk ka nisur, në Himar kanë ardhur me dhjetra të huaj pas çeljes së sezonit turistik. Ata vijnë kryesisht nga Greqia, Anglia dhe Danimarka, por edhe nga çdo tjetër vend i botës, të cilët kryejnë ture në Shqipëri dhe kur kalojnë në jug vizitojnë dhe Himarën duke qëndruar për pak net aty. Për qytetin bregdetar thonë se kanë lexuar nëpërmjet internetit, por edhe ju kanë rekomanduar miqtë e tyre që e kishin vizituar më parë. Gjatë vizitës tyre në Himar, tregoj se kanë mbetur të magjepsur pasi qyteti i vogël bregdetar u pëlqen shumë. Të preferuar shprehen se kanë detin dhe natyrën e bukur, teksa të mrekulluar tregoj se kanë mbetur edhe nga klima, ushqimi por edhe nga mikpritja e banorëve. Premtojnë që në Himar do të rikthehen sërish dhe do ta sugjerojnë tek miqtë e tyre si destinacion turistik. You are from? From England. England. Unë vi nga Anglia, kam jetuar për një kohë të gjatë në një zonë pranë Manchester. Jam në Himar për një fundjavë të gjatë për shkak se tani kemi patur pushime. Është hera ime e parë që jam në Himar. Partnerja ime është këtu për herën e 10 apo të 12. Unë jetoj në Shqipëri. Në Tiranë kam rreth 5 vite që jetoj aty për shkak të punës që kam. Tirana na pëlqen shumë, është një kryeqytet i madh që po rritet më shumë, edhe një qytet shumë i ngarkuar. Kur erdhëm për herë të parë në Tiranë ishte qetë, por tani po rritet dhe infrastruktura, ndaj ne preferojmë të lëvizim. Preferojmë të vizitojmë Qipron, Sarandën dhe Butrintin, që është i mrekullueshëm për ne. Është hera ime e parë në Himar, por më pëlqen shumë, për më tepër mund të pyesni të dashurën time, pasi ajo e di më shumë. Me siguri që do të rikthehemi në Himar. We've come from London. From London. Yeah. Is the first time Unë vi nga Londra, jam për herë të parë në Himar. Kam zgjedhur Himarën këtë radhë për shkak të detit, klimës së mirë dhe pamjes së mrekullueshme. Shqipërinë e zgjedhëm për ta vizituar pasi pam nëpërmjet internetit. Ky vend na pëlqen shumë. Më parë kemi qenë në Tiranë, ndërsa tashmë jemi në Himar. Jam këtu me të dashurin tim, Kevin. Me siguri që Shqipërinë dhe Himarën do ta rekomandojmë tek miqtë tanë dhe sigurisht do të kthehemi sërish këtu. For the first time. Ne vim nga Danimarka, jemi për herën tonë të parë në Himar. Zgjedhëm këtë qytet pasi kemi miqtë tanë që kanë qenë këtu vitin e kaluar dhe na thanë se ky qytet është i mrekullueshëm. Kemi qëndruar në Himar për 3 ditë. Fatkeqësisht ne largohemi sot. Më parë kemi qenë në Përmet dhe Ksamil. Dhe unë sugjeroj Himarën tek miqtë e mi, shpresoj që të kthehemi përsëri këtu. Himara pak nga pak po ndryshon nga realiteti i dikurshëm i një qyteti bregdetar ku vite më parë të shumt në numër e vizitonin vetëm turistët e huaj nga Greqia. Si një destinacion i pazbuluar ende plotësisht, Himarën tashmë vizitojnë dhe qindra turistë çdo muaj nga vende të ndryshme të botës edhe në pranverë, ndërsa përgjatë verës numri i tyre shumë fishohet nga viti në vit.